që për të parën është akuzuar për llogaran, e akuzuar për kryerjen e veprës penale sipas njoftimit të SPAK-ut, për të dytën është e dyshuar. Pra, kemi një akuzë dhe një dyshim. Një akuzë dhe një dyshim, dy dosje, në dy, për llogaran është e akuzuar edhe për dyshimet pezullohen nga puna. Sipas Nisi do të them pjesën e dytë, më dyshuar interesante. Nëse. Ky është një detaj që duhet marrë parasysh. Tani, nëse do më merrni një mendim, se tani unë nuk kam çfarë them më, se i tha detajet i than. Ajo që bëjmë analizë. Mendimi është që unë nuk besoj se e gjithë kjo gjë nuk ndalohet. Nuk besoj se e gjithë kjo gjë që po ndodh ka target Belindën. Unë besoj se e gjithë kjo gjë që po ndodh ka target Edi Ramën. Edi Ramën. Po. Pse? Nuk ka marrë asnjë urim në Shtetet e Bashkuara. Ka që fuqi që SPAK-u e ka të ndaluar. SPAK-u ka FBI-n brenda. SPAK-u ka FBI-n brenda. Nëse vret një njeri... Mirë, që se vret një njeri, në këto çështje e ka të ndaluar. Ta konkludoj. Pra, unë besoj që e kanë me Edi Ramën. Nuk ka marrë asnjë urim për fitore në zgjedhje. Ka dërguar presidentit në OKB. Nuk shkoj vetë. Vjen ai që e quajtëm ne Escobari i Trump dhe nuk e takon. Vjen ministri i jashtëm gjerman, nuk e takon. Po, tani shikojmë një çik çfarë ndodh me Belinda Balluku. S'është çudi që Belinda Balluku t'i thënë Ramës që nuk do, pra, nga amerikanët ndërhyjnë. Zakonisht kur bëhen kabinete qeveritare, ata janë shumë të fortë për të ndërhyrë te Ministri i Jashtëm, te Ministri i Mbrojtjes, po unë besoj se kanë ndërhyrë dhe për Ballukun, për mbase për ngarkesat apo çfarë mund të ketë pas ajo. Dhe ai e bëri, pra, është përfolur që është ndërhyrë që ajo të mos ishte në ato poste, po aq fuqishme. Dhe ai e bëri. Pas kësaj merret e pandehur, pra vjen një goditje shumë e fortë për llogaran. Ajo nuk jep dorëheqjen, pra unë lexoj e çurinë e gjërave. Nuk jep dorëheqjen, nuk lëviz, nuk reagon, vazhdon të dalë në publik sikur s'ka ndodhur gjë e tjera. Dhe vjen pastaj publikimi i dosjes, që s'ishte asesaja, ishte e një personazhi tjetër. Filloi pra media, mori ushqim, filloi të kapte ato detajet që e godisnin e tjera. Sërish nuk ndodhi asgjë. Pra po vazhdoi logjikën e gjës. Nuk ndodhi asgjë. Sërish. Dhe nuk jep dorëheqjen, nuk e di ai kërkohet apo si kërkohet e tjera, dhe pastaj vjen goditja numër 3, që është gjykata e largon, e shkarkon. Dhe në të njëjtin moment që vjen kjo goditja e drejtë, vjen dhe një dosje e dytë, në të cilën akuza është e dyshuar. Pra unë këtë logjik po ndjek. Unë nuk besoj se e kanë me Belindën më shumë se sa me Edi Ramën. Por Belinda mund të jetë ai vendi ku ata mund të godasin më lehtë dhe mund të rrëzojnë Edi Ramën më lehtë. Ky është logjika ime. Doja të shtoja, domethënë, ajo që kemi ne, ajo që është një shqetësim është, apo ndiqet i njëjti standard me të gjithë? Sepse kjo ndodh për herë të parë në Shqipëri. Jo vetëm kaq, po. Kjo është. A është një njëjti standard nuk është, por ndodh për herë të parë. Sipas gjasat thonë që kjo do të shkojnë në gjykatën, kjo problem do të shkojnë në gjykatën. Po absolutisht do shkojnë kushtetuese. Që më shkruan avokat Kujtim Sakra për shembull, dhe thotë që kjo është si e shikojnë. Unë ju thash për shembull si e sheh këtë, që është një avokat i njohur, Manjani, që thoshte do i shkon politikisht pse të shkon kjo sigurisht shteti. Ndryshe mendon për shembull ky Sakrani, thotë emërimi dhe shkarkimi i ministrit është akt politik administrativ i kryeministrit dhe i kuvendit. Masa e sigurimit është mjet penal i përkohshëm dhe synon vetëm interesin procedural të hetimeve. Po tjetë kështu, avokatën e folëm që në 2 rastet kanë mbaruar edhe loti 4, edhe tuneli kanë mbaruar. Dhe kjo tani ndryrja e gjykatës është pak e dyshim, një sekond. Jo, nuk kanë mbaruar, sepse prova në kuptim të ligjit merret në gjykatë, zoti Rakipi. Po ashtu i bie që prova në kuptim të ligjit. Ilir Metën që mbron Sakrani, për shembull po e mbajnë në burg, ç'prova prish ai e gjitha, dhe se ka mbaruar. Gjithçka ajo ka mbaruar, kjo ka mbaruar. Zoti Sakrani po na ndjek, arsyetimi i gjykatës në rastin e zotit Meta është që ekziston rreziku një nga argumentet të intimidohen dëshmitarët, sepse që të marrin provë ose provueshmëri rrëfimet e tyre, duhet të jepen përpara gjykatës. Rreziku për Veliajn, rreziku për këtë, rreziku për Sali Berishin, rreziku për Sali Berishin, rreziku për Ilir Metën. Nuk thot njeri i liroj nga akuzat. Në mënyrën e standardeve. Donald Trump për shembull do ishte kalbur në burg. Deri tani çdo ministër i akuzuar ka dhënë vetë dorëheqjen për të në këtë rast
zonja Balluku do të luftoj dhe pretendon që është e pafajshme. Ti e largon nga detyra, do më thënë, nuk e largon ekzekutivi që i takon, e largon gjyqësori në këtu lloj forme. Pra parë ftohtë, si e shikoj unë, sepse ne kemi qëndrime të ndryshme edhe shkak të formimit, sepse unë kam bërë formim juridik. Në njërin nga rastet që ne do të shkojmë në këtë pjesë, kjo do në njërin nga rastet, formimi ligji dhe drejtimi. Para burgimi në këtë rast, në njërin nga rastet që më do të shell, nga 3 gjërat që ne do të diskutojmë, 4 gjërat që ne do të diskutojmë sot, kalojmë, ikim nga ky moment dhe vimë te 21 janari s'pak thellon e time, se do rikthehemi, pasi të mbarojmë këto 3 pika tjera, në pjesën e dytë ne do të rikthehemi për ta parë dhe politikisht si problem, po dhe juridikisht nëpërmjet ndihmës së një avokati që unë kam thirrur. Por ndërkohë, për shembull të marrësh vetëm rastin Bistri që ne do zbresim, ai tani ka bërë e mbaroi dënimin dhe ka bërë 1.2 vjet më një akuzë dhe ka bërë 1.2 vjet më shumë. Dhe ky është një rast që demonstron nevojën për të rishikuar ligjin për paraburgimin. S'paku ka drejtë që i arreston sepse ka ligjin. Po ndoshta duhet parë dhe ligji për paraburgimin se kështu mund t'i burgosë gjithë. Ju thashë Donald Trumpi për shembull mund të ishte kalbër burgjeve po të arrestonin në Amerikë. Megjithatë ky është një problem i diskutueshëm dhe duket që rasti dhe do shkojë te gjykata kushtetuese. 21 janari SPAK thellon hetimet. Zonja Lala në kuvend ka shkuar një kërkesë nga SPAK, madje u dyshua se mos ishte më shumë se kaq. Unë pyeta dhe autoritetet të rëndësishme, në brenda afër kuvendet gjithë dhe thanë, ngatruam ne, mendojmë se ka një kërkesë për heqje imuniteti, por është kërkesë për dokumentacion sekret, që duhet të rejë SPAK-u për ngjarjet e 21 janarit. Ç'keni mësuar për këtë? Ç'është ky dokumentacion sekret? Që i kërkon për 21 janarin dhe kush i ruan këto sekrete? Ka sekrete shumë të mëdha që mbahen për të thënë, por prokuroria e posaçme ka kërkuar disa dokumenta të cilat ruhen në arkivin e Parlamentit, pra Kuvendit të Shqipërisë, që janë të klasifikuara sekret dhe mbrohen nga ligji për sekretin shtetëror. Ato pak detaje që mund të them lidhen me dokumenta që kanë ardhur në kuvend nga institucionet ligjzbatuese, siç janë shërbimet informative të ushtrisë apo shërbimi informativ, por edhe institucionet të tjera ligjzbatuese, për vëzhgime apo për ngjitje parandaluese dhe të dhëna të tjera që lidhen me zhvillimet e fundit para, gjatë dhe pas protestës së 21 janarit. Por duke qenë se shkresa e SPAK është e sigluar tepër sekret, Kuvendi është i detyruar që këtë shkresë ta kthejë po me logon tepër sekret dhe me sekretimin tepër sekret, sepse domethënë deklasifikimi i këtyre dokumentave është shumë i rëndësishëm dhe prek sigurinë kombëtare. Por hetuesit dhe prokurori çështjes kanë vlerësuar se janë shumë të rëndësishme sa i përket ecurisë së gjithë procesit.